Në fshatin Mjetova Autodejës një 68 vjeçar u arrestua nga policia pasi tentoi të vriste bashkëshorten e tij. Fillimisht 68 vjeçari Xhabir Hoxha qëlloi me çifte në drejtim të gruas, por pa mundur ta plagos. Konflikti mes çiftit nuk mbeti me kaq. 68 vjeçari e dhunoi fizikisht bashkëshorten, ndërsa i ka shkaktuar plag edhe me mjet prerës. Të alarmuar nga britmat e gruas, fqinjët njoftuan policin, të cilët parandaluan për shkallëzimin e mëtejshëm të sherrit. Shoqja ka një grua mirë, një nane përkushtueshme, një gru Zoj, që e ka qitë i shoqi, janë rënë. Shumë vazhdimisht. Shamat kanë pas ditë natë, me e matë, me e trash, me e budale, me e këtë, me e jatë, qas ka thënë. Fëmini ka të mërkullushën, i herë janë do, po i kanë populizu, ka i gruja, gruja do t'ikon për i dhunës. Ndryshe nga fqinjët, të afërmit e 68 vjeçarit të arrestuar thonë se nuk kanë ndjeni që mes çiftit ka pasur konflikte, ndërsa pohojnë se Xhabir Hoxha konsumonte alkool. Për mua janë njerëz të mirë, unë kam konat, edhe gruaja shumë e mirë. Nuk e di, ma kanë pasur ose e kam negjosa u boj kjo punë. Pashat madhin zot, aja gjylma punëtore, e ma zoja për shfi, e për kanak, e me pritë me qitë. Me pika pak problematik me tjerë nuk ka kënë. Gjena për të dyja palë. Sipas policisë, 68 vjeçari Xhabir Hoxha ka qolluar me 17 fishek, ndërsa akuzohet për vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare e mbetur në tentativë. Policia dyshon se zanafilla e konfliktit mes çiftit ka nisur për motive xhelozie, pasi 68 vjeçari e mbante gruan të mbyllur në shtëpi. E plagosur ndodhet në Spitalin Rajonal të Shkodrës, jashtë rrezikut për jetën.